70.000 fermerë kanë aplikuar për të përfituar nga fondet mbështetëse të vitit 2025. Aplikimet e skemës kombëtare ishin të hapura në periudhën 14 prill deri në 30 maj dhe interesi më i lartë është shfaqur tek mbështetja me naftë falas. Sipas rajoneve, numri më i lartë i aplikimeve regjistrohet në qarqet ku bujqësia dhe blegtoria është më e zhvilluar: Fier, Korçë, Berat dhe Elbasan. Skemat e subvencioneve këtë vit do të jepen me pagesa direkte në blegtori, bletari, far fidan, bim mjekësore, ferma organike dhe naftë. Por cilat janë procedurat deri në kalimin e fondeve? Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural do të nisë procesin e verifikimit dhe plotësimin e dosjeve për secilin aplikant. Një pjesë e mirë e dokumentacionit gjenerohet direkt nga Albania, ndërsa pjesa tjetër duhet të dorëzohet nga fermerët. Ndër kriteret kryesore është toka në pronësi apo përdorim të fermerëve, përmes një kontrate qiraje të noterizuar, si dhe mospasja e detyrimeve në institucionin e sigurimeve shoqërore. Nga ana tjetër, për mbjelljet e bëra paraprakisht apo për numrin e krerëve në blegtori dhe numrin e koshereve në bletari do të kryhet verifikim në terren. Pas përfundimit të gjithë procedurës do të nisë disbursimi i fondeve për fermerët. Fondi është 33 milion euro këtë vit, ndërkohë që në vitin 2024 mbi 67.000 fermerë në të gjithë vendin kanë përfituar financim.